siç thotë edhe emri jot, Edisonit, unë s'kam gabu, po thjesht kam tentuar. Kam gjetë 10.000 mënyra të tjera që nuk funksionojnë. Po. Si arritëm deri në të pikë? Gjithmonë brenda meje ka pas një thirrje që unë duhet patjetër të krijoj diçka. Në Shqipëri e ke njollos, le të themi. Sipas studimeve dhe statistikave që kemi nxjerr, besoj që mbulojnë mbi 65% tregut shqiptar. Çfarë duhet të thotë që ti je lider inovativ në dentistri? Sigurisht ka net pa gjumë. Duhet të jesh në studim vazhdueshëm. Sa rëndësishme është për krijimi i sistemeve në eficiencë të sipërmarrjes? Unë nuk besoj që ka një sipërmarrje pa sisteme. Ju njihni për stilin e jetesës të shëndetshëm dhe meditimin. Sa ndikon kjo në mënyrën si e drejton kompaninë? Kam kuptuar që në momentin që ne largohemi nga zhurmat ose pushojmë, aty ndodhin të gjitha shpërthimet e ideve apo projekteve. Gjithmonë më shumë ushtrohet presion mbi kohën. Është kjo në benefit të cilësisë? E cenon cilësinë absolutisht. Kam dhënë për ty një pyetje eno. Mirë se vini në pika e kontaktit, aty ku dentistria, inovacioni dhe leadershipi takohen në histori që frymëzon. Sot kemi të ftuar një figurë vizionar në industrinë dentare shqiptare. Ai është një stomatolog dhe sipërmarrës që njihet për qasjen inovatore. Mirë se erdhe doktor Edison Shimaj. Mirë se gjeta dhe është jashtëzakonisht kënaqësi shumë e madhe për mua të jem në një nga laboratoret e njeriu më vizionar të këtij sektori dentar dhe për këtë jam shumë i nderuar. Faleminderit. Edison Shimaj ka mbi 1 dekadë eksperiencë në stomatologji dhe është themeluesi i Ident Clinic dhe CEO i iClear Group. I njohur për qasjen e tij vizionare dhe inovative, ai ka sjellë një model të ri në sipërmarrjen në Shqipëri. Ka kombinuar kujdesin shëndetësor me teknologjinë dhe frymën e leadershipit modern. Sot do flasim për udhëtimin e tij, për sfidat e inovacionit dhe vizionin që po ndërton. Unë sot Edison do t'i bëj ca pyetje, po ne shumë biseda i konsumojmë si me anë telefonit dhe në takimet që bëjmë her pas here dhe do të thonim që ca nga këto përgjigje t'i ndanim me ju se janë shumë interesante. Kush ka qenë rrugtimi, si ka nis edhe si arritëm deri në të pikë dhe ku do ta çojmë akoma më përpara? Unë vi nga një familje që nuk kanë lidhje fare me mjekësinë. Unë nuk besoj tek rastësit, pra për mua gjithçka ka një shpjegim, por në këtë sektor unë ndodha le të themi rastësisht sepse ishte jashtë planit tim, nga një shoku im i gjimnazit ku më nguli Edison duhet vazhdosh si teknik laboratori, sepse unë gjithmonë arti im ka qenë të punoj me duar dhe gjithmonë kisha shumë dëshirë të merra diçka fillimisht ta çmontoja, të kuptoja si funksiononte. Më pas ta montoja gabim. Ta montoja gabim ose të përmirësoja diçka të gjërat. Okej, vazhdova shkollimin si teknik laboratori, nuk punova asnjë ditë. Punova pasi u bëra dentist. Më pas më lindi si dëshirë dhe fillova ta pëlqeja si profesion. Që në ato fillime kam pas qasjen e ndoshta ekonomike ose qasjen e sipërmarrjes sepse e mendoja veten në kohën kur isha laborant, mendoja veten shumë më duke shumë larg realitetit dhe kur unë do ta prek këtë punë, sepse do përballem gjithmonë me profesionistë. Profesionistët ishin dentistët. Do merrin punën time, do shikonin që në fillim do testoja 10 nga ato, s'do funksiononte dhe do ikisha. Edhe pastaj direkt ndryshova qasja, duhet i futem stomatologjist, sepse duhet merrem me pacientët. Pacientët në thojza janë më pak profesionistë në fillimet e mia, disa gabime pa dëm të mëdha do mi tolerojnë dhe do më lejojnë të vazhdoj dhe kështu nisi gjithë rrugtimi. Pastaj? Pastaj më vonë hapa klinikën time, gjatë këtij rrugtimi u bashku dhe bashortja ime Jonat, që për mua ka qenë një suport jashtëzakonshëm dhe gjithë ndryshimet e mëdha kanë ndodhur pasi ne vendosëm të punojmë bashkë dhe të ndanim jetën bashkë. Lindi brendi i iClearit, nuk të betohem që nuk ishim asnjë lloj plani, asnjë lloj strategjie, nuk e dinim më botë se çfarë do. Erdhi si nevojë e kërkesës. Gjithmonë brenda meje
problem ka solving. pas një thirrje që unë duhet patjetër të krijoj diçka. Kjo më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. Po. Edhe nuk e dija eksakt se çfarë do ishte, po dija që duhet patjetër unë atë kohë thoya shpik, ja, duhet shpik diçka, po shkenca e ka shpik gjithë dhe s'ka Po. më hapësirë për ne. Por mora një teknik, një shërbim që mendoj që e solla më afër kolegëve të mi, dentistrisë shqiptare dhe pacientëve shqiptar. iClear lindi si ide pas disa vizitave në për panajire të ndryshme, duke parë teknologjinë, sapo filloi të hynte teknologjia e printerëve 3D. Mora një printer, thashëm nuk e di se çfarë do bëj me këtë, me këtë do bëj diçka dhe kjo është e sigurt. Morëm printerin, fillova duke studiuar teknikën, pavarësisht se unë me urdhënësi e marr prej fillimeve të mia. Menduam dhe dolëm në konkluzion që duhet krijojmë një linjë për alignerat. Kush ishin pengesat? Pengesat ishin, a do besonin njerëzit, kjo është pengesa më e madhe. Aty ku ti do ta shtrosh këtë teknik, inovacion apo çfarë do lloj, a do besojnë të tjerët. Pavarësisht se unë thash nuk e kisha po. Po, jo, nuk e kisha shumë të mirë të strategjinë se si do ndodhi, po isha i sigurt që kjo gjë do ndodhi dhe do funksionojë një ditë. Patjetër, Jona në këtë rrugtim ka qenë suport i jashtëzakonshëm dhe gjithçka ne kemi ideu dhe kemi kriju bashkë. Unë gjithmonë isha njeriu, isha as në tokë as në ajër për tezë, ajo gjithmonë më zbriste, multen më kam tokë dhe më thoshte që të gjërat duhen parë mirë, sepse është natyrë shumë perfeksioniste dhe të dy bashkë kemi futur dhe kemi ndërtuar këtë. Fillimisht para se ne të fillonim prodhimet e para, ne e brëndum, zgjodhem emrin. Unë e kam atë shkronjën I te bizneset e mia, e kam si personifikim të inovacionit. Nga iDental menduam si do avem emrin, thash doli një moment tash e kemi shumë thjesht. Teknika quhet Clear Aligner, ne do i vëmë një I përpara dhe doli iClear. Edhe ishte shumë e bukur, ndodhi shumë shpejt. Nuk u lodhem shumë. Zakonisht ato janë më të bukura. Më pas fillova po prodhoni vetëm për pacientët tonë. Në pak kohë, duke bërë sa statistika, kuptova që unë po prodhoja më shumë për kolegët se sa për vete. Edhe ishte ky momenti që ne thash, shiko, këtë duhet ta shikojmë si biznes për te klinikës tonë. Po. Duhet dalim për te klinikës. Dhe sfida kush ishte? Ishte në 2020, sapo ra pandemia. Sapo kishim bërë gjitha gjërat gati, duhet hidheshim, pam ra pandemia dhe gjithçka u duk sikur u ndërpre. Ndoshta ishte një kohë shumë e mirë, përveç fillimit që ishte çik stresues, duhet ta pranojmë gjithë. Ishte një moment reflektimi dhe neve na dha mundësi ta rikonstruktojmë më mirë, edhe në momentin që pasaj nisëm filluam punën që e sollëm në Tiranë, sigurisht me gjëra shumë të vogla kemi arrit. Ka qenë një periudhë gjatë ku e zhvillohesha si profesionist në trajnime, në kurse, në vende të ndryshme, por erdhi një moment që pash nevojën që gjitha ato teknika, gjithë ato njohuri duhen vënë punë me ekipe. Të vësh në punë me ekipe, ishim le të themi të papërgatitur në aspektin e sipërmarrjes së biznesit. Dhe lindi nevoja që unë të filloj dhe një veç zhvillim në pjesën e biznesit ku duhet merresha me të zhvilloj leadershipin, le të them. Të zhvilloj leadershipin edhe që të filloja të ndërtoja ekipe. Po pastaj, ose më mirë, ku mendon ta çosh? Mendoj dhe deri tani në Shqipëri e ke njollos, le të themi. Sipas studimeve dhe statistikave që kemi nxjerr, besoj që mbulojmë mbi 65% të tregut shqiptar. Edhe për ne është privilegj, është goxha arritje. Por synimet, objektivat dhe qëllimet tona janë të shtrimi për te kufirëve shqiptar. Momentalisht ndodhim edhe në Kosovë, kemi një franchise atje. Gjithashtu ndodhim edhe në Itali. Momentalisht jemi në shtrirë shumë të vogla, pra step by step, sepse tregu i huaj nuk është i thjeshtë. Absolutisht brenda 2028-s është një nga qëllimet dhe objektivat që duhet jetë patjetër në Europë. Sepse mendoj që jo vetëm produkti im, po mendoj që shumë produkte shqiptare meritojnë të jenë në tregun evropian. Po, është vërtet. Ju njiheni si lider vizionar. Çfarë duhet thotë që ti jesh lider inovativ në dentistri? Të jesh lider inovativ në Shqipëri sigurisht është gjë shumë e mirë sepse nuk është mas. Okej. Pra, unë mendoj që nuk është mas akoma. Sigurisht ka net pa gjumë.
sepse të jesh inovator dhe të jesh në tendencat e reja, duhet të jesh në studim vazhdueshëm. Edhe kjo shpesh më merr disa orë para gjumit për të studiuar dhe për të parë nevojat e tregut dhe si ne të kemi një qasje shumë të mirë me stafin, me ekipin, me B2B-n, B2C-n, me gjitha me ato që ne bashkëpunojmë çdo ditë. Arrihet kuptohet le themi edhe nga skuadrat që ti ke? Një pjesë e mirë po. Ata që nuk kuptohen, kam kuptuar që largohen vetë. Edhe ngaherë kur na duhet të largojmë dikë nga puna është një nga sfidat më të mëdha sepse unë jam natyrë shumë emocionale, përpiqem t'i kuptoj njerëzit shumë thellë, por kur e bëjmë të largimin vetë mua bën më thjesht. Si menaxhon ekipet tuaja? Dhe çfarë praktikash përdorni për rritjen e stafit? Po ne kemi ndërtuar brenda strukturës një sistem edukimi. Kemi një sallë që përveç se e vëmë funksion kur kemi evente për bashkëpunëtorët, gjithashtu e vëmë funksion edhe për ekipet, përmes shembullit ton, duke ulë shpesh në të njëjtat karrige, në të njëjtat tavolina, duke biseduar vazhdimisht edhe duke i lënë mundësinë secili nga ata të shprehë mendimin dhe nga kjo gjëja ne kuptojmë dhe krijojmë një shpeshherë një mastermind dhe bëjmë diskutime, ndoshta jo me gjithë ekipin, por të paktën me liderat e secilit sektor, ne takohemi dhe diskutojmë shpesh. Sa rëndësishme është për krijimi i sistemeve në eficiencë të sipërmarrjes? Unë nuk besoj që ka një sipërmarrje pa sisteme. Mendoj që siç e shoh unë, një sipërmarrje pa sisteme është si një anije pa vela, do thjesht do shkosh nga të frynera, ti thjesht je, por nuk e kupton për çfarë je. Në gjykimin tim. Sistemet janë gjëja më e rëndësishme në një sipërmarrje. Nëse ke vendosur të jesh i vetë punësuar me staf. Po për to sisteme, e marr kryesisht vet apo e ke gjetë gatshëm? Fatkeqësisht më është dashur të merrem vet. Më është dashur të merrem vet, kam harxuar shumë kohë, shumë vite, edhe nganjëherë duke marrë vet ndodh që shpenzon më shumë para. Por ka një të mirë sepse të gjithë sistemet që kemi ndërtuar është i gjithë i personalizuar për strukturën tonë, për biznesin tonë dhe për gjithçka që ne punojmë, tregtojmë dhe ofrojmë si shërbim. E ke menduar ndonjëherë që t'i japësh share kësaj gjëje? E kam menduar patjetër, e kam si ide që t'i jap share, por në momentin që unë do ta mbyll siç duhet, sepse unë vazhdoj të jem në zhvillim të përditshëm të këtij sistemi, nuk ka qenë lehtë, them drejtën, por besoj që po sapo unë ta mbyll dhe unë të jem i vetëdijshëm që ky sistem funksionon shumë mirë, do patjetër do ta. Sa do perceptohet që nga ana tjetër? Nuk do perceptohet kollaj, por unë besoj që nëse i referohemi asaj shtresa, asaj kategori kolegësh ose njerëzve të cilët bashkëpunojmë ose kujt i referohemi, shpeshherë kanë mungesë informacioni dhe mungesë informacioni të çon në mosbesim. Nëse ne e flasim dhe tregojmë shumë mirë se si kjo gjëja ka nisur dhe se si funksionon, besoj që të gjithë duan që t'ja bëjnë jetën më të lehtë vetes. Neherë më duket se ku e komplikojmë po vetë. Përveç biznesit, ne kemi folë bashkë të pjesë, ju njihni për stilin e jetesës të shëndetshëm dhe meditimin. Sa ndikon kjo në mënyrën si e drejton kompaninë? Unë nuk jam ekspert meditimi, por e kam ndier si nevojë që duhet të fokusohem të merrem pak me veten, sepse kam kuptuar që në momentin që ne largohemi nga zhurmat ose pushojmë, aty ndodhin të gjitha shpërthimet e ideve apo projekteve. Sigurisht më ka ndihmuar për arsye sepse më ka rrit vigjilencën, jam më i vetëdijshëm për çdo lloj veprimi që marr ose çdo lloj iniciative. Më ka rrit shumë intuiten, këto praktika dhe tituarit shëndetshëm, nuk jam aq shëndetshëm sa ty. Akoma kam të sfidën e zimit mëngjes. Kemi për të marrë nga njëri tjetër. Unë do të shkoj te meditimi, ti do të zgjohesh mëngjes. Absolutisht për mua ka qenë një ndihmë shumë e madhe. Shumë e vërtet. Unë do të marr leksione meditim nga ty, se ajo më mungon. Edhe ti do të morësh. Mund ta fillojmë kështu, bëjmë një meditim në orën 5 mëngjesit, pastaj vazhdojmë palestër. Po, nuk është ide e keqe. Si perceptohet kjo, kjo stili jetese nga stafi jot? Po,
Shiko, stafi im kur e shef të Instagrami im, besojnë që duket shumë bukur. Okej. Kur e flas, ka njerëz që stepen dhe nuk i gjykoj fare sepse nuk e kuptojnë edhe mund të unë deri para pak vitesh unë se di ata kuptimin që do thotë çfarë do të meditim. Por në gjitha eventet dhe retreatet që unë marr stafin, jam përpjekur të fus nga këto element, jo t'i detyroj sepse s'është detyra ime ajo, por një pjesë e mirë e kanë gjyku fillimisht, që është kjo gjë, ne se bëjmë do të arrijmë, për në momentin që një pjesë kanë arrit ta prekin shumë pak dhe e kanë kuptuar që është thjesht një vlerë e shtuar në jetën e secilit që e prek. E kanë kuptuar, pastaj ka pasur rezultat. Mendoj që ka pas rezultate. Nuk është se ne për shembull i kemi bërë rutinë shumë të shpeshta, por mendoj që sapo i kemi filluar dhe unë do vazhdoj ti shtoj te ekipi im dhe me atë grup njerëzish që do na ndjekin dhe e kuptojnë. Se mos ja bësh uniformën si ato të Budës. Ja. Si e shihni të ardhmen në industrinë dentare në Shqipëri me rolin e iClearit? iCleari besoj dhe është një pjesë goxha e mirë për kolegët, për dentistët, sepse qa ofrojmë neve më shumë se tjerët, po i referohemi brendave botërore. Ndoshta jemi më të shpejt. Po jetojmë në një kohë, jemi më shpejt sepse jemi lokale dhe jemi më afër tyre. Po jetojmë në një kohë që njerëzit sot i duan rezultate të shpejt. Për mua nuk është gabim. Nuk është gabim sepse e tillë është bërjetesa, njerëzit edhe i referojnë pacientëve. Në momentin që marrin vendimin për të bërë një ndryshim tek vetja e tyre, e duan këtë rezultat shpejt. Që do të thotë, kanë ndarë mendën që duhet të bëjnë një trajtim, shkojnë në klinik, janë entuziast derisa të mbarohet kjo gjë dhe në finale gjithë gjëja ndodh që gjithë fillimin e trajtimit, sepse rezultati jo, sepse varion nga diagnoza në diagnozë, por fillimi i trajtimit duan shpejt. Dhe duke qenë një prodhues lokal dhe më afër kolegëve tanë, besoj që kemi ndihmuar që të kemi një cilësi shumë të mirë dhe në një kohë shumë të mirë. E shoh të pjesë, ti jete le të themi te kjo lloj industrie që është iCleari, kurse ne jemi çik te pjesa protetika fikse, e shoh gjithmonë më shumë ushtrohet presion mbi kohën. Është kjo në benefit të cilësisë? E cenon cilësinë absolutisht. E cenon cilësinë, por unë mendoj që duhet ta shikojmë në 3 aspekte. Jemi ne që japim shërbimin, është klinika që kërkon një shërbim nga ne dhe është pacienti që po blen ose po marr një shërbim. Kërkesa për shpejtësi është e pacientit. Pasohet nga mjeku dhe pastaj ne jemi përballë asaj që duhet ta mbyllim kohë. Por unë vazhdoj i them, vazhdoj më shoj kësaj që ne duhet të jemi të shpejt pa e cenuar cilësinë. Si mund të arrisim shpejtësinë? Duhet të implementojmë teknologji. Okej. Dakor. Teknologjia është një pjesë, po pjesa e kontrollit cilësisë për shembull është gjithmonë e kohës. Patjetër, unë thashë edhe nuk jam për këtë që duhet ta mbyllim gjithçka sa më shpejt të mund duke na shkaluar gjërat. Jo, s'jam për këtë. Se puna jonë është çik më e komplikuar se sa një diçka që është e gatshme. Domethënë, ti do një iPhone, e don shpejt, okay, shko në dyqani edhe e blen. Kurse puna jonë është totalisht e personalizuar në të dyja rastet dhe koha lun rol shumë të rëndësishëm në detajet se sa në punën në përsi. Jam absolutisht tani po flas në rolin e mjekut, nuk po flas më si përmarrës, por po jetojmë në një kohë që po ndryshon shpejt. Edhe ai që do ja dalë kësaj kohe, nuk është ai që është inovator, po është ai që adaptohet shpejt. Edhe nëse je një inovator që nuk adaptohet shpejt me ndryshimet, më vjen keq po do ta gjesh veten në fund sallës. Po. Do të jemi më shumë kamaleon, domethënë. Sepse e kërkon zhvillimin, nuk e kërkojmë ne. Po ne sa rol mund të luajmë në edukimin e zhvillimit? Absolutisht, është shumë kemi rol kyç, është rol shumë i rëndësishëm. Sa i kushtojmë vëmendje kësaj gjëje? Jo, sepse ndonjëherë ne edukohemi pastaj nga tregu, vjen që ta edukojmë tregun, edukohemi nga tregu. Po pra, ose thon ndryshe, vjen që të edukojmë pacientin, edukohemi nga pacienti. Për shpejtësi apo ose për një standard. Sepse unë e kuptoj shumë mirë pyetjen dhe çastin, po sepse e kundërta nuk do ta bëj kur ndryshimin.
sepse konkurenca ne e dim se si është, por ne ça mund të kemi si fokus, mos jemi shitës, edhe mos krijojmë marrëdhënie distribucioni, blej dhe shit. Ne duhet ulim fluksin, duhet rrisim cilësinë, edhe duke brenda asaj kohe që është cilësore, të mundohemi të nxjerrim aq shpejt sa pacientëve ju duhet. Pa Kur them klientë kam për biznesin. E qartë. Cili është mesazhi juaj për të rinj stomatolog ose për sipërmarrës që duan të ndërtojnë diçka të madhe në Shqipëri? Mesazhi im është Se kjo është më gjë po, si të besojnë tek vizioni i tyre, të besojnë te ëndrat e tyre, të përgatiten të dështojnë, edhe pas çdo dështimi duhet të shënojnë, edhe çdo dështimi i radhës duhet shënojnë akoma më shumë dhe gjitha këto duhen kthyer mësime. Nuk ndodh suksesi brenda natës. Siç thotë edhe emri jot, Edison, thotë, unë s'kam gabu, po thjesht kam tentuar. Kam gjetë 10.000 mënyra të tjera që nuk funksionojnë. Po. Okej. Si e mat standardin me veten dhe me të tjerët? Tregjet lokale ku jemi, mendoj që kemi sjell goxha standard, po përgatitemi për dalë për te kufive, do na duhet patjetër të përmirësojmë sistemet standard por nuk shoh ndonjë diferencë shumë të madhe. Okej. Është vetëm çështje kohe. Dakor. Por kur ti don që të rekrutosh brenda këtij tregu, sepse unë e di shumë mirë që ti ke ndërtuar një standard. Sa e vështirë bëhet për ty të rekrutosh një person që të ta fuzësh prapë në të njëjtin standard? Fatkeqësisht në industrinë time është diçka e re, nuk ka akoma asnjë shkodhim, janë të gjitha veç zhvillim, pra. Po ato mund të kenë punuar edhe pra, diku tjetër, kanë punuar diku tjetër, po janë persona përgjithsisht të veç zhvilluar, më kupton? Edhe eksperienca që marrin nga konkurrenca, nëse mund t'i referohem këtu, do na duhet t'i nënshtrojmë një sistemeve të reja. Por që për këtë kemi bë pak dhe paqe që ne duhet çdo njeri duhet ta trajnojmë, ta mësojmë sistemet tona dhe duhet të vazhdojmë. Po nuk është e lehtë. Është sfidë shumë e vështirë. Ta ankohen vetë normalisht. Sepse kudo ku drejtohemi, kudo ku kërkojmë, nuk gjejmë, është shumë vështirë të gjejmë njerëz të përgatitur. Ne mund të bëjmë diçka për të pas, le të themi, një standard, se unë e shoh diçka të tillë. Për ty është shumë e vështirë që të marrësh një person edhe ta fuzësh në standardet tua, por është shumë e lehtë për konkurrentin tënd të marrë një person nga ty, ta fuzin standardin e vet, sepse vjen nga një është shumë e bukur kjo, po njerëzit stafi që ende nuk kanë kuptuar për çfarë kanë ardhur unë, janë të gatshëm të ikin çenes. Okej. Po kjo përkthehet në Kosovë. E di që përkthehet në Kosovë, po përgjithsesi për mua Kosova është prapë. Gjatë gjithë kohës unë po shpenzoj pa të duke e pas, sepse janë njerëz që nuk e kanë kuptuar asnjëherë vizionin dhe njerëz që shohin vetëm deri te muaji i ardhshëm të rroga. Këta njerëz nuk më zhvillojnë në gjithë vizionin dhe planin që kam. Unë aktualisht po thuaj se kam deleguar gjithçka, kam vetëm një pikë ku ne do arrijmë deri në 2028 dhe me gjithë të gjën po merret ekipi. Me gjithë të gjën dhe besoj që po jetoj detyrat e mia siç duhet jetë, duke hequr dorë nga mikromenaxhimi, nga prekja e çdo lloji sektori, po kemi ndërtu sektore ku secili ka një lider dhe ata funksionojnë si ekip dhe ata janë më shumë në kërkim të këtyre personave. Okej. Kjo si ka ardhur deri në të pikë? Se kjo mund të ndihmojë edhe një sipërmarrës që don të bëhet ose një tjetër që është në një, le të themi, në një pikë që nuk di të shkojë të ngelet në artizan apo të kthehet në sipërmarrës. Si mund të shkojmë deri te kjo pikë? Te pjesa e delegimit, le të themi, ose e mirëshpërndarjes së punës. Po gjithmonë varet nga qëllimet e individit. Kush janë objektivat, nëse do të bëjmë gjëra të mëdha, duhet mendojmë si të mëdha, jo si të vegjël. Okej, e them se nuk di të mendoj. Duhet gjej rrugën trajnohet. Okej. Sot zhvillimi nuk është më një kështu, një luks, është kudo. Është kudo dhe ke mënyra pafund për të zhvilluar, për të trajnuar. Si do të ndaje në përqindje midis librit, mentorimit, apo Mendoj që janë të lidhura shumë ngushtë. Po.
besoj që duhet fillojnë nëpërmjet librit. Duhet fillojnë që të lexojnë se çfarë bëjnë mentorët. Pastaj të fillojnë gjë një mentor. Okej. E pastaj ta paguaj. Edhe ta paguaj. Jo ta paguajnë, po të shkunden. Okej. Sepse ai tjetri po të jep mend të veta që ti të bësh i suksesshëm. Për ty si është ky proces? Ne themi ke një mentor, e ke zhvilluar vet, si ka evolu kjo pjesë e ty? Deri para pak vites ka qenë një kështu, ka qenë një vetë zhvillim, një punë autodidakte. Qofte teknika që kemi zhvilluar, qofte tek zhvillimi im. Po sigurisht sot kam disa mentor që patjetër konsultohem dhe diskutojmë ata. Sa ja ke gjetë vlerën, ne themi këtij procesi, se nuk e quaj vetëm një person, po këtij procesi. Se fillimisht duket si pa vlerë. Pastaj, si të mund të merr një vlerë shumë të madhe edhe një kosto shumë të ulët. Paktën flas nga ana ime. Po për ty si ka ndodhur? Po absolutisht ka vlerë, nuk është si puna e marketingut. Marketingu nuk është i prekshëm direkt. Shitja është ajo që ti prek. Marketingu është që ti të përgatitesh për shitje. Edhe çështja e mentorimit, është sot për mot, edhe çështja e të pasurit një mentor dhe të drejtohesh nga një mentor, nuk do shikosh rezultatet me do e mos në të ardhura mujore. Unë një nga kërkesat që i kam thënë mentorit tim, ditën kur ne të shikosh që jemi gati, duhet më shkarkosh nga puna. Sepse vazhdoj jam person jo shumë se kam heq dorë, po kam qenë multitasking gjithkohës. Duke qenë multitasking, e zarohesh vetë, po, dhe kjo është ajo që po përpiqem të bëj mendoj që balanca nuk ekziston, por të kem një harmoni mes punës, të qenit si mjek, të qenit si lider për ekipin, edhe të qenit si bashkëshort për familjen. Ti çfarë do duhet të ishe? Se tash ke 10 detyra. Unë përveç gjithë bisedës që folëm ne sot, po unë e kam kuptuar çfarë di të bëj më mirë. Unë di vetëm të krijoj. Të marr një gjë ta krijoj dhe dua vetëm t'ja jap ekipit dhe vazhdojeni. Kjo është ajo që unë di të bëj më mirë. Okej. Do marrësh emrin, domethënë. Ëh? Thomas Edison. Okej. Shumë e di. Kam dhënë për ty një pyetje eno. Sa vështirë ishte të marrësh këtë rol që ke marrë? Për te të qenit me atë penelin e artistit në dorë. Me thënë drejtën, nuk erdhi kështu si rufe, se ka ardhur gradualisht kjo pjesë, që kur ti thu penelin e artistit që unë kam pas bëj keramik, edhe është tu, e kam rezinuar dhe e kam mbyll le të themi, po nuk e kam mbyll asnjëherë e kapitull sepse për mua është gjithmonë një kënaqësi shumë e madhe që të marr edhe të krijoj një dhëmb. Është pika më, si të mund të më vibruese e trurit tim, ajo pjesë. Por e gjitha pastaj ka ardhur në mënyrë të rrjedhshme. Fillimisht kam qenë vetë që bëja keramik, pastaj në momentin që jam bashku të tjerë, kam bërë gjithmonë pjesën e mentorimit të njerëzve për t'i bërë të mirë në këtë profesion. Pastaj vetveti puna rritet, edhe arrin në një pikë që ti bën 2, 5, 10 edhe vazhdon një flet tyre njerëzve po me të njëjtin pasion dhe kupton që vjen një pikë që ke për drejtu më shumë se 30 vet. Aty pastaj duhet bësh se s'bën një ndryshim tjetër dhe bashkohem me ty te pjesa e veçvillimit, sepse ndryshe nuk e bën dot, edhe njerëzit kanë nevojë për tjera inpute, jo thjesht ti thosh këtë e bëre mirë, po të e bëre keq, dhe automatikisht ne të dy e dim që nuk dalim nga familje as aristokrate, as të mentorimit, dalim nga 2 familje punëtore që kanë punu për bukën e gojës, dhe automatikisht ti duhet të kalosh te njerëz që din ta bëjnë këtë gjë, din ta bëjnë shumë mirë, kanë shkruajt libra për të, dhe thjesht siç kemi studiuar librat e shkollës, do studiojmë tash librat e CEOs. Dhe besoj që pika jonë e përbashkët është rrapar empatia dhe karizma.
janë dy pika që ca njerëz duhen shumë punë për të arritur te kjo, dhe ndoshta ndonjëherë dalin prap e nxjerrin atë si them ty njeriu e brendshëm që kanë. Kurse te ne kjo është diçka natyrshme. Edhe besoj që ka qenë kemi bë më pak punë, sepse kemi zhvilluar gjithë ato soft skills atë të tjerë, ndërkohë që këto i kemi pas. Karizma nuk na ka munguar asnjëherë te njerëzit. Edhe ti edhe unë kemi qenë gjithmonë duke buzëqesh edhe kur na ka bëu keq. E kemi marrë gjithmonë që kjo që më ndodhi nuk është gjë e keqe, por është diçka që do na si them ty, do na sfidoj, edhe duhet sillim ndryshe. Domethënë, kjo është Unë kam kthyer në moto këtë që gjithçka që na ndodh për ne dhe jo kundra nesh. Po, domethënë është shif oportunitetin pse ndodhi kjo. Edhe për mua është e vlen e njëjta gjë. Edhe nuk na ka dalë keq. Kemi qenë më pak të stresuar, në këtë mënyrë nuk kemi bë overthinking, po më shumë ka qenë për ta zgjidhur në temë një diçka, edhe sa më net ajo e kaluara se pse ndodhi e gjitha këto me radhë. That's it. Tani do kalojmë te pjesa më zbavitëse e jona, perfekte dhe jo perfekte. Unë do të bëj ca pyetje dhe ti do më kthesh mund të shtjellosh edhe Shpresoj të kem hapësirë edhe për ta shpjeguar ndoshta. Po. Një lider duhet të jetë gjithmonë i rrep me stafin. Asnjëherë. Pse? Po sepse duhet të jetë s'ka nevojë të jetë i rrep, po duhet të jetë i qartë. Okej. Marrja e rrezikut është pjesë e suksesit. Absolutisht po. Perfekt. Shqipëria është gati të eksportojë marka dentare jashtë vendit? Mendoj që ka qenë gati, është gati, por fakti që ne nuk jemi në BE dhe produktet dentare duhet i nënshtrohen certifikimit të medical device. Kjo e bën pak të vështirë, por që absolutisht janë gati. Bën një sfidë tjetër më shumë, le të themi. Okej. Sistemet vlen më shumë se talenti individual. Talentet ndërtojnë sisteme. Okej. Inovacioni ka gjithmonë prioritet ndaj traditës. Si lider vizionar, mendoj që duhet ketë. Duhet ketë. Tradita na shërben në kulturë, jo shumë në biznes. Okej. Pushimet e stafit duhen respektuar edhe kur ka afate urgjente. Duhet kuptuar, më thellë stafi. Sa kupton? Unë nuk di të them nëse sa i kuptojmë tamam, po realisht duhet kuptuar sepse ne pa ekip pa staf nuk do kishim ngrit dot gjithë këtë industri dhe strukturë. Shumë vërtet. Edison, ishe kënaqësi shumë e madhe që të kishim sot këtu te ne. Shembulli tregon vizion dhe inovacion, përmirësimin e vazhdueshëm të kësaj industrie dhe përmirësimin edhe vetvetes. Faleminderit. Faleminderit, nuk ishte kënaqësi edhe për mua. Nuk i kam shumë qef. I dua në fakt, sepse e di që kam çfarë jap për të tjerë dhe kam çfarë tregoj, po nuk i di këto kamerat janë goxha kompleks për mua, po sot të shijova dhe u kënaqa. Të falenderoj. Ne jemi këtu që edhe të nxjerrim pak frikën e Po, do kemi besoj një të dytë prapë. Po. Do kemi çfarë flasim. Faleminderit. Të dashur dëgjues, kjo ishte pika e kontaktit, nga vizioni personal te inovacioni kolektiv. Ndajmë histori që frymëzojnë dhe japin drejtim. Mos harroni na ndiqni Spotify, YouTube dhe rrjetet sociale.